Kjo është fantazi për me vërtet. Unë jam aq vend shumit, aq mirë më kam prit këtu. Aq shumë janë kujdes për mua, edhe për bendin tim. Është fantazi, Prizreni është fantazi, shumë pëlqen. Po ajo është shumë e rëndësishme për muzikën, se Breziria e mban muzikën më tutje, edhe për mua personalisht isha pak i befasuar se të gjithë këtë njerëzri i din këngët e mia, edhe pse këngët e mia i kam bën shekullin e kaluar, vitet 80. Edhe pse jam 65 vjet, e ndjej veten shumë më ri. Unë sot kom ardhur enkas për me ndëgju zotrin Seat Jakupi edhe Teleksat. Unë me thonë për Seatin gjithmonë kom pas një admirim për distancës, edhe kemi shkëmby mesazhe disar, por sot e kom taku për herë të parë. Edhe është i jashtëzakonshëm edhe si njeri edhe si artist. Për mua është padyshim zoni më i bukur shqiptar që unë vetë jam këngëtar, kështu që këngëtar më të bukur artistikisht se Seati për mua s'ka, edhe s'ka pas. Mendoj që festivali Rock and Blues ka marrë formë. Marrë parasysh se po flasim për vitin e 4, edhe çdo vit më shumë ka patur më shumë publik, edhe më shumë përmbajtje në raportin e grupeve që kanë ardhur këtu, qoftë vendit, qoftë grupeve që kanë ardhur nga jashtë. Viti 4 ka qenë një lloj tributi i bendeve shumë të njohura si Led Zeppelin, Dire Straits, Legacy edhe Guns N' Roses, dhe njëkohësisht ka sjell natyrisht Bibi Poqin, ka sjell artist të cilët ka kohë që nuk janë parë në skenë, si për shembull që është Teleksi dhe Seat Jakupi, dhe mendoj që në këtë vit 4 kemi të bëjmë me festivalin më të suksesshëm ndonjëherë që është organizuar në rrafshin e rockut, dhe besoj tashmë është krijuar një adresë që Prizren Rock and Blues të jetë kryeqendra e rock and rollit për shqiptarët, po jo vetëm. E kam deri me performuar Rock and Blues, unë në fillimet e mia kam nisë me rock. Tash jemi ardhur këtu me një eksperiment ku këngët e mia tash që më që janë bo komerciale, tash jemi të kthy pak në rock, është një vibe shumë i mirë.